gati valigjën për spital së bashku. E kom zgjedhur këtë valigjën prej Gesi, që është shumë e bukur, edhe e kom rrujt që mos e përdur me marrë me veti në maternitet. Fillimisht një tros të vogël me gjitha produktet e tij. Këtu do sene për thojt, për temperaturën, për me krej flukt. Këta kur ta bën një dush, vitaminën D, për me matë temperaturën, disa kësi qumre, pelena më duke që mos mu përly. Ja kena marrë një cucëll, ama këto për më shehi se shkun emën idealit, edhe s'pja ka dzoj një herë. Ja ku marrë edhe një lujt vogël. Ta i përket pampersave dhe produktet e higjienës për bebën ose peshkirat, kanë thonë që nuk ka nevojë se gjithat furnizohen nga spitali. Për me bo gati valigjën e kum përdur listën që ma ka dhënë spitali. Fillimisht më ka thonë me i marrë 6 pijama që hapen nga përpara, 6 përparska, që mos mu përly, qëtë kapoq me qëto dorzat e vogla, 6 benkica që hapen nga përpara, këtë në mëj sa cute. Tani, ja ku marrë qëto, këtë në bre sa cute. Një par qerap, holopka, një tjetër kapoq që shkon me qëta. Kjo shka është, po shpjegona, është për me më pështil bebën. E shtja këtu mrena, edhe tani ja lidh që shtu në durt. Kjo është e kur të flenë, që mës me mërdhi, mës me i qitë qebe, se në Francë jo që i ndalojnë, po thonë që nuk është mirë me i vendos qebe, se mundot me ju nalë fryma natën. Kështu që veç me qëtan, ko mu mlu natën. Për kur dollën nga spitali, qëto ja ka vle familja jam. Këtë në mëre sa cute. Ekstrem cute. Kjo ke ana e bebës, nëse kom haru diçka, nëse juve ju ka vy diçka ma shumë, edhe nuk e keni po këtu të valigja jam, ka zonin komente. Për msheli këton me bismillah. Në partia 2 ka mu konë ana e nanës, në partien 3 ka mu konë qanta për sallën e lindjes. See you in part 2.